Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. I papritur, ish banori i shtëpisë së famshme shtrohet me urgjencë në spital. Granit Cana, ish banori i shtëpisë më të famshme në Shqipëri, është shtruar në spital dhe shihet në një gjendje jo të mirë shëndetësore. Granit Cana ka postuar një foto nga gjendja e tij. Ai shihet se është shumë keq, madje është i shtrirë në spital dhe është nën monitorimin e aparateve. Gjithsesi, ai shprehet optimist që situata mund të shkojë mirë pa treguar se çfarë ka pasur realisht. Shpresojmë që ai të mos ketë ndonjë problem serioz dhe të bëhet mirë.